Unë jam i hapur me miq dhe armiq, pa u friksuar, sepse gjithmonë e kam thënë dhe e them të vërtetën, por me lirinë e popullit tim, kur s'kam bë kompromis dhe nuk do bëj. Kështu deklaroi kryetari i BDI-s Ali Ahmeti në një tubim të mbajtur në Strug. Ai theksoi se nuk i pëlqejnë politikat që ka instaluar pushteti aktual. Është rënqese kur ndëgjon në mediat maqedone në gjuhën e tyre që për herë të parë pas 20 vitesh Maqedonët qeverisin me shtetin e tyre Maqedonin, sepse 20 vitet e kaluara kanë qeveris shqiptarët. Kjo rënqese. Kjo është ti edukosh e ti informosh këtë qytetarët. Është rënqese kur dëgjon, po të duan shqiptarët të flasin gjuhën shqipe, le të shkojnë në Shqipëri, le të shkojnë në Kosovë. Ahmeti tha se të gjitha forcat politike maqedonase janë bashkuar dhe fshihen dhe justifikohen se po luftojnë BDI-n e në të vërtet i luftojnë shqiptarët. Se po luftojnë Bashkimin Demokratik për Integrim. Sa është e vërtet që luftojnë Bashkimin Demokratik për Integrim? Gjua shqipe nuk është e Bashkimit Demokratik për Integrim. Simbolet kombëtare nuk janë të Bashkimit Demokratik për Integrim. Institucionet nuk janë të Bashkimit Demokratik për Integrim. Kuadrot arsimore, shëndetësore, nuk janë të Bashkimit Demokratik për Integrim. Janë shërptor të popullit të vetë, të qytetarëve të vetë. Pa dallim, a janë shqiptar, a janë Maqedonas. Por ne nuk kemi faj që për 20 vjetë kemi përparu në progres geometrik. Për 80 vjetë kanë met nën 15 vjetë. Ne nuk jemi fajtor për këta. Kështu që bëjnë mirë, të reflektojnë. Ahmeti kërkoi unitet kombëtar dhe i bëri thirrje të gjitha partive shqiptare që të lënë me një anë hidhrimet. Ahmeti tha se Taravari ka bërë shumë mirë që ka praktisur partneritetin dhe u bëri thirrje edhe të tjerëve të ikin sa më shpejt që të mos mbesin brenda në tunel.